ndonjëkohë në jetë pyetja ç'a jemi ne? Bëhet moj. Bëhet. Që të bash. Pse ti nuk je dakord që të bëhet? Jo. Tu mendoj që ti je aq i aftë sa ta kuptosh çfarë je dhe duhet të vi ty partneri dhe të thotë, ç'të thoshë ç'a jemi ne, ç'i them shoqeve unë, ç'i them shoqeve. Jo, unë nuk e kam s'ka bërë lidhje. ndonjëherë pyetjen, por E kupton tani o Bler ti e ke kuptu. Ai domethënë nga kjo fillon unë mendoj që ndahet kur ka një mini kërkesë llogarie, ti e kupton që ndryshon gjëja. Unë nuk e kam bërë ndonjëherë të them ta pyes kështu troc ç'a jemi ne, ma thuaj ti ç'a jemi ne, serioze si muhabet. Mund ta kem hedhur me kunj në ndonjë rast. Duke qeshur me humor, po jo seriozisht, po pra mendoj njëri mbyty ai e lidhur unë, ç'a jemi ne. këlloj humor. unë mendoj që çunat kur i bëjmë këtë pyetje vjen shumë përballë një presionet pa nevojshëm. Me thënë, unë jam dakord me atë që thot Megli në një pikë. Jam dakord që nëse bëhet 2 javët e para është presion, Është e tepruar. Por nëse bëhet një farë kohe, nëse në një gocë bëni një farë kohe, mendoj që jap drejt. Nëse në një gocë arrin ta bëj këtë pyetje pas një farë kohe, për shembull pas një viti, je ti në lidhjen e gabuar se nuk qëndron fare ti bësh pyetjen atij pse ç'a jemi ne. Pas 2 muajsh për shembull, që ti ke 2 muaj që flet, është një situatë e ngatruar dhe për ta sqaruar, ta dish ti që do e mbyllësh apo jo si muhabet, e pyet ç'a jemi ne. Po mbas 2 muajsh dhe ti i thua ç'a jemi ne, ç'do të thot ai? Të Po fejuar. ç'do thot? Të lidhur Për 2 muaj, një. Po mirë, po 2 muaj tani Europi lidhet për 2 muaj, lidhet për 2 javë, kemi parë raste plot, se do në të parë ose të fundit. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale AL dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.